A e dini çfarë ndodh nëse i shtoni mjaltë dhe limon panxarit? Shumë njerëz e hanë panxarin thjesht në sallatë, por në këtë mënyrë po humbisni mënyrën më të fuqishme natyrale për të rritur energjinë dhe forcuar gjakun. Sot do t'ju tregoj procesin që do t'ju ndryshojë rutinën e mëngjesit. Siç po shikoni, kemi panxarin e freskët. Pasi e pastrojmë dhe e presim në copa të vogla, e vendosim në një enë qelçi. Tani shtojmë 3 lugë mjaltë cilësor dhe lëngun e gjysmë së një limoni. Këtu ndodh procesi. Mjalti dhe limoni veprojnë së bashku duke nxjerrë ujin dhe vlerat ushqyese nga thellësia e panxarit. Pas 12 orësh panxari zbutet dhe ju do të shikoni se si lëngu i kuq, i trashë dhe i pasur me hekur mblidhet në fund të enës. Kemi krijuar një shurup që ndihmon trupin të thithë hekurin në gjak në mënyrën më efektive. Pse është kjo përzierje kaq e rëndësishme? Së pari ndihmon në prodhimin e hemoglobinës, duke luftuar ndjesinë e lodhjes kronike dhe anemin. Së dyti përmirëson qarkullimin e gjakut pasi nitratet tek panxari zgjerojnë enët e gjakut, duke ulur presionin dhe duke quar më shumë oksigjen në muskuj. Dhe së treti mbështet mëlçinë në procesin e detoksifikimit duke pastruar atë nga toksinat e grumbulluara. Çdo mëngjes esull konsumoni një lugë gjelle dhe lejoni organizmin tuaj të përfitojë nga këto minerale dhe vitamina. Përdorni rregullisht për 15 ditë rresht. Mos u tremni nëse urina merr ngjyrë të kuqrremt. Është thjesht ngjyra natyrale e panxarit që tregon se organizmi po bën një pastrim. Nëse ju pëlqeu ky truk shëndetësor, lini një like dhe shkruani në komente nga cili qytet apo shtet na ndiqni. Do më bëj qefi t'ju përshëndes personalisht në videon e radhës. Ju faleminderit për mbështetjen.